Lëvizjet demokratike në popullsisë në jug të Shqipërisë janë vënë në qendër të vëmendjes në kuadrin e zgjedhjeve vendore. Në Gjirokastër të dhënat flasin për një rritje të popullsisë të ardhur nga zonat rurale, ndërsa në Tepelen dhe në Përmet popullsia ka lëvizur më shumë drejt Tiranës dhe zonës bregdetare. Korrespondenti ynë Raimond Kola njofton. Zgjedhjet vendore të majit kanë vënë në qendër të vëmendjes në Shqipëri dhe zhvillimet demografike të zonave. Në jug të Shqipërisë interesimi është jo vetëm se këto lëvizje reflektohen në listat zgjedhore, por për më tepër se këto lëvizje duhet reflektojnë politikat e zhvillimit. Pedagogi e gjeografisë në Universitetin e Gjirokastër Valbona Duri ka studiuar me detaje lëvizjet e popullsisë së periudhës pas komuniste në qarkun e Gjirokastrës. Ajo flet për disa dukuri që lidhet me lëvizjen e popullsisë brenda vendit dhe me emigracionin. Prezente në këtë qark është më tepër emigrimi jashtë vendit se sa lëvizja brenda vendit. Por prapë në këtë aspekt paraqiten diferencime midis tri rrethave të qarkut, ku përgjithsisht rrethi i Tepelenës dhe rrethi i Përmetit më shumë dallohen për emigrimin brenda vendit, ndërsa rrethi i Gjirokastrës dallohet më shumë për emigrimin jashtë vendit. Për rrethin e Gjirokastrës, ky tregues rezulton mbi mesatarin e qarkut, që do të thotë 57 për 1. Në qarkun e Gjirokastrës, ndërsa qyteti i Gjirokastrës ka njohur një rritje të popullsisë kryesisht nga lëvizja e banorëve nga zonat rurale, në Tepelen dhe në Përmet popullsia është paksuar. Zonja Duri thotë se gjatë studimit të saj janë parë dhe një seri komunash të prekur ndjeshëm nga emigrimi drejt Greqisë, kur rendin më të parë zën ato që banohen nga pakica greke. Lëvizjet e popullsisë kanë shkaktuar edhe një dukuri tjetër, thotë zonja Duri. Në qarkun e Gjirokastrës shënohet një ulje e ndjeshme e lindshmërisë. Fenomeni mjaft prezent i dukshëm dhe i ndjeshëm i largimeve të popullsisë nga ky qark e ka prekur ndjeshëm dhe lëvizjen apo të thoshim më ndryshe rikrutimin natyror të kësaj popullsie. Rrethet Tepelen dhe Përmet dallohen për një paksim të lindshmërisë me mbi 1/2 e numrit të tyre të përgjithshëm para ndryshimit të viteve 90. Profili lëvizjeve të popullsisë është parë me pak vëmendje nga institucionet vendore deri tani. Shumë investime madhore janë kryer në zona të cilat kanë pasur tendencën e lëvizjeve duke mos qenë kështu efektive. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raimond Kola.